Përshëndetje të nderuar miq, në fillim të kësaj jave do të flasim për atë që deklaroi kryeministri Edi Rama në mëngjesin e sotëm në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për sa i përket listave, 2 ditë nga mbyllja e afatit pra e dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 11 majit. Këto zhvillime do të diskutojmë si nga kampi shumicës të opozitës me avokatin e njohur Gylçin Zhdima. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Gjithashtu drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Përshëndetje avokat. Faleminderit për ftesën. Avokat, kryeministri deklaroi që vetë mund mos jetë fare në listë e kandidatëve për në deputet. Njërisi kjo, por nga ana ligjore, a mundet kryeministri që të drejtoj qeverinë po e marrë një situatë hipotetike në mandatin e 4 pa qenë deputet? Edhe pse po Ministri dhe kryeministri kanë të drejtën e tyre të mos kenë pra mandatin e deputetit, por duhet të kenë mbështetjen e grupit parlamentar që formon qeverinë dhe normalisht edhe besimin ndaj kryeministrit. Ai që nuk mund të jetë kryetar parlamenti dhe mos të jetë deputet, pra në rastin konkret, kryetari i kuvendit duhet patjetër të jetë deputet sepse përfaqëson deputetët. Pse bën Rama këtë lëvizje? E bën thjesht sa për të zgjuar disa individ brenda Partisë Socialiste që unë po vetë sakrifikohem për fitoren madhështore të Partisë Socialiste dhe ju thjesht po pyesni për listën e sigurt. Unë kam në pikpyetje në rast se do të jem në listën e sigurt apo të hapur, madje mendoj që mos të jem fare sepse kam votbesimin tuaj dhe do të marrim votbesimin e qytetarëve shqiptar. Rama, të jemi realist, mendon qartësi për veten e tij, që do të thotë në çdo moment ose nga çdo pikpamje kuptojmë qartësi që Rama thotë edhe sikur të dalë në listën e mbyllur, edhe sikur të dalë në listën e hapur, edhe sikur mos të jem fare, unë jam në çdo moment, në çdo vend. Pra, jam kryetari i Partisë Socialiste. Pavarësisht apo jam kryeministër apo jo, pavarësisht a kam në mendjen time të bëj ndryshime kushtetuese duke bërë do thoja një goditje të pastudiuar tek kundërshtarët e mi, që do të thotë kundërshtarët e mi janë të pastudiuar, prandaj i bëj një goditje. Pra, e marrin të mirëqenë që Rama merr mandate në 80 mandate, supozojmë në 11 maj. Rama shkon bën ndryshime kushtetuese. Dhe në ndryshimet kushtetuese vetë një kriter, që personi që kandidon për president me pra të drejta dhe detyra të pushtetit ekzekutiv, nuk duhet të ishte apo mandatuar deputet në zgjedhjet e mëparshme, pra të 11 majit. Automatikisht Berishën, Metën edhe deputet të tjerë nuk do t'i ketë rival në rast të një betejë të ndryshimeve kushtetuese për të bërë në Shqipëri nga republikë parlamentare në republikë presidenciale. Për ata që studiojnë Ramën, duhet të kenë parasysh që Rama është i paparashikueshëm, sepse Rama gjithmonë ka bërë veprime dhe lëvizje që kanë qenë ekstreme. Që do të thotë, nga ndjekja e mandateve të Lulzim Bashës, Rama nuk pyetje majtas djathtas që të bëjë ndryshime apo të bëjë, do të thoja, atë që duhet, kompromis. As me zgjedhjet vendore të 2019-s. Rama vazhdoi i palëkundur dhe eci përpara dhe madje në 2021-shin i dha një përgjigje asaj kohe opozitës që unë fitova me 74 vota. Që do të thotë deklarata e Ramës është thjesht sa për me trazuar ujërat e brendshme në Partinë Socialiste, por edhe duke përcjell mesazhe që duhet të studioj kambi tjetër i cili po bëhet gati në zgjedhjet e ardhshme. Pra, avokat, ju e pat në disa aspekte, nga fakti që mund të ullë tensionet me këtë lëvizje brenda grupit, duke pas parasysh që pjesës tjetër i kërkoj që nëse atyre që janë deputet, pra burrave, nëse duan të kandidojnë listë hapur mirë, nëse nuk duan të largohen, pra ta thonë këto 2 ditë duke u vendosur ultimatum. Për gratë është duke diskutuar, nuk është vendosur akoma.
Edhe për vete ju mendoni që po e bën këtë për të ulur tensione që një dhe unë po kandidoj, apo për skenarin e presidencës më shumë? Pra, që mund ta kemi Ramën president. Unë mendoj tek rasti president, sepse Rama digjon apo më mirë është i frymëzuar nga Erdogan, pra nga Rexhepi i Turqisë. Sepse Rama gjithmonë çdo gjë që ka bërë me manualin që ka përdorur Rexhepi, pra Erdogan, presidenti turk, me kundërshtarët e tij politik, duke goditur brenda vetes njerëzit e tij nëpërmjet drejtësisë, gjithashtu duke goditur dhe opozitën nëpërmjet drejtësisë. Dhe ndryshimet në Turqi erdhën gradualisht, po me të njëjtin individ që quhet Recep Tayyip Erdogan. Që do të thotë, i njëjti manual po zhvillohet edhe në Shqipëri, sepse 500 vite vëlla nuk janë një vit. Mentaliteti nuk mund të ndryshojë nga sot në nesër. Dhe unë mendoj që Rama ka skanuar popullin shqiptar në raport me sjelljen e vëllezërve tan turq. Se në rast se ti ndon të bësh politik, duhet të skanosh historikun e së shkuarës që të vish tek e ardhmja, edhe te e tashmja. Që do të thotë, Rama në mekanizmin e tij politik dhe manual të atë çfarë ai bën, e bën ashtu siç e ka bërë dhe e bën aktualisht presidenti turk. Dhe ai ka të njëjtën problem me opozitën. Por si ka mundësi që në të dyja vendet të problemi të jetë opozita dhe asnjëherë pushteti? Prandaj Rama po bën sakrificën e fundit të pastrojë Partinë Socialiste dhe në listat e tij mund të mos të jetë vetë ai, por do të jenë individ të cilët Rama do t'i pastrojë në çdo moment. Dhe momentin për t'i pastruar nuk do të jetë zoti Rama, por do të jetë drejtësia. Avokat, por brenda PS-s mendoni që këto 2 ditë edhe në vazhdim mund të ketë ndonjë rebelim me faktin që i nxori të gjitha figurat, pra deputetët, ata që kanë prej vitesh, ata që kanë një mandat, qoftë edhe një mandat, të gjithë në betejë në fushë të hapur. Do ketë ndonjë zë që do i dalë? Po sepse mendoj që o të gjitha o asgjë. Dhe ti e beson shumë mirë çfarë nuk kupton kjo gjë. Pra Rama thotë, unë dua 1 milion qytetarë të na votojnë, sepse e ka bërë një betejë dhe një ambicie publike, dhe normalisht tek 1 milionshi unë nuk kuptoj diçka. Çfarë? Që Rama nuk po pret nga qytetarët shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Por me Ramën unë parashikoj diçka tjetër më ekstreme. E dhimbshme që e them, por është e vërteta. Rama, duke vendosur të gjithë në fush, nuk është më tek rilindja, por se shkon tek ringjallja e tij. Pra Rama besoj nga pikpamja fetare është edhe katolik edhe ortodoks. Ringjallja të vdekurit. Dhe me 11 maj, në rast se Rama do të marrë mandatin e 4 edhe kërkon 1 milion vota, duke përfshirë dhe qytetarët e gjallë, por edhe ata të vdekur, mendoj se Rama tufinën dhe sharrën do t'i detyrojë të shkojnë të votojnë. Dikush mund të mendojë si ironi, por në rast se themi që Rama ka të gjitha pushtetet, normalisht që ku ekziston një tufin edhe një sharr në Republikën e Shqipërisë, mundet edhe ata të votojnë. A është mundshëm manipulimi?
në rast se ke një opozitë të dobët dhe nuk e mbron dot votën, normalisht edhe të vdekurit, edhe të gjallërit mund t'i kesh në radhën për të votuar. Por ajo do duket si ajo fjalia e famshme me Covidin. Armiku i padukshëm. Ne luftonim të gjithë bashkarisht një armik të padukshëm, por ai ishte armik. Dhe këto 1 milion vota që kërkon Zoti Rama, besoj që mund t'i ketë edhe nga votues të padukshëm, jo vetëm të dukshëm. Avokat, tek xhaketat e vjetra, por a mund keni në mendje një emër që mund t'i rebelohet këtij vendimi për atë kryeministrit për të dalë në listë hapur, por edhe emra të rinj në indicjet e informacionet tuaja, kush mund të jenë emra të rinj që mund të vinë në listë sigurt? Së pari, drejtuesit politik do të jenë patjetër në listë të mbyllur. Pse e mendoj? Unë e mendoj në aspektin gjithmonë politik. Nuk mundet unë për shembull të jem edhe drejtues politik, të marr kostën e të gjithëve këtyre tjerëve, punojnë apo nuk punojnë, dhe të njëjtën kohë të luftojnë në listën e hapur për veten time. Pra, drejtuesi politik në ato momente është kualifikuar vetë, nuk prodhon asgjë, sepse drejtuesi politik duhet pikë së pari të jetë i rreshtuar përpara një luftë betejë të madhe, dhe përveç kësaj, ai normalisht duhet të japi dhe emra të cilët sjellin vota tek lista e hapur. Sepse të gjithë subjektet politike do luftojnë tek lista e hapur që të votohen nga njerëzit, që t'i tregojnë njerëzit që ne jemi të hapur. Unë tek lista e PS-s, përderisa flasim për Partinë Socialiste, nuk mendoj që do të vendosin ndonjë strukturë tjetër përveç strukturës madhështore, absolute, pas një kundërshtim, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Këto 2 ditë mund të ketë ndonjë krahasitje tjetër nga SPAK-u që mund t'i lehtësoj zgjedhjen e kryeministrit? Për sa i përket niveleve të larta, jo, por unë mendoj që SPAK-u pas datës 12 mars në vazhdim, patjetër që duhet të bëjë lëvizje, sepse SPAK-u nuk mund të bëjë lëvizje për këto 2 ditë, për arsye se normalisht çdo veprim që do të bëjë ai do quhet politike. Por pas 12 marsit, emrat që janë në listë, çfarë ndodh me ata? Emrat që janë në listë normalisht do ndiqen penalisht dhe në rast se dikush ka imunitet do bëhet sipas radhës të kërkosh në parlament autorizim për marrjen e një personit në cilësinë të pandeurit në masën e sigurisë, arrest në burg apo arrest në shtëpi, por fjala detyrim paraqitje dhe është deputet nuk ka nevojë kalim në parlament për shkak se gjykata kushtetuese plep aty e ka normuar si të tillë. Pra, unë jam kundër kësaj gjëje, por derisa e kanë normuar dhe kanë bërë precedentin e gabuar me Sali Berishën, normalisht jemi në këto kushte. Duke qenë në këtë situatë që flasim sot bashkarisht, nuk na intereson që këta deputet do të jenë të pandehur apo jo, me vendim pa vendim, me standarde apo pa standarde. Kemi raste që nesër do diskutohet me datën 11 mars veliaj në gjykatën e posaçme të apelit. Kemi rastin e Ervin Saljanit, që gjykata e lartë, më dëgjoj me vëmendje këtë, se është gjë më e bukur që asnjëherë s'ka ndodhur, po do ta shikosh nesër, do të shqyrtojë në themel dënimin e Saljanit që u dënua në shtator të 2024-s, kur gjykata e lartë studion, ose më mirë shqyrton, se studioj dyshoj, por shqyrton vendimet e gjykatave të shkallave të ulta në vitin 2020. Si ka mundësi që dosja Saljani erdhi në këtë datë kaq shumë të shpejt kur pas nesër mbarojnë listat e deputetëve? Mos valle kemi ndonjë mesazh që do të kalojë gjykata e lartë? Pa ju mendoni që brenda këtyre 2 ditëve mund të kemi një vendim për Saljanin? Në rast se nuk smunden gjyqtarët, nuk i kap në gjë, në i dhimbje barku, normalisht me datën 11 në orat 3 aty do të kemi një vendimarrje që gjykata e apelit ka vendosur bashkërisht me gjykatën e shkallës parë në raport të drejtë me provat dhe ligjin, apo ajo ka abuzuar duke dënuar një person që ishte edhe deputet dhe duke ish mandatin në mënyrë të paligjshme. Sepse pikërisht gjykata e lartë është gjykata e ligjit.
pavarësisht se nuk e ka atë kompetencë kaq shumë të thelluar që të jetë edhe e faktit, por kujdes, nga praktikat e mëparshme, gjykata e lartë ishte edhe e faktit, edhe e ligjit atëherë kur interesonte. Pavarësisht se dikush thotë jo, është vetëm e ligjit dhe jo e faktit. Jo, është edhe për të dyja, por aty kërkohet guximi i të qenurit nga plepaxhi serioz me raport me profesionin e tyre. Kjo është zgjedhje personale, respekt integritetit profesional për veten. Dhe unë mendoj që ne do të kemi surpriza për rastin e zotit Saljani. Me që jemi tek Saljani dhe Veliaj nesër, Veliaj ka një reagim në rrjetet sociale që thot pasi muaj nesër I kthehem në betejë për të mbrojtur veten dhe familjen. Mendoni që do ketë surpriza? Do lirohet për ta thënë me troç? Nuk e besoj që lirohet, por besoj që në rastin që lirohet, e them në rast se lirohet. Për shembull, incineratori I Tiranës nuk ekziston për ne, po për Partinë Socialiste ekziston. Momentalisht për Spakun ekziston. Por lirimi I Erion Velijes në rast se do të vi, nga se do të vi, nga një drejtësi e kapur. Se I bie që në rast se Velia del nesër, I bie që Meta duhet të dalë nesër, pas nesër. I bie që dosja e vjen të plumbi që dënoi Tahirin. Po, jo që në 59. Dhe madje ky gjyqtar ka vendosur arrest në burg edhe persona të tjerë, të cilët gjykata nuk e ka kërkuar diçka të tillë. Ky e ka bërë. Rasti Berisha, palët thonin, unë dua arrest në burg, në shtëpi, ky tjetër të revokim, ky tha, s'ka asgjë nga të ju të dy çka kërkoni, unë e vendos Sali Berishën detyrim paraqitje. Pra ka zgjedhur gjithmonë rrugë të treta. Po le të ketë zgjedhje të treta, po nuk janë aspektin procedurial. Se gjykata, shiko, detyrimi I paraqitjes mund të jetë për shembull një masë e cila nuk të kufizon lirin, por ajo masë është detyrim ndaj teje. Pra, në rast se ne shikojmë në raport me nenin 5 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe praktikës së Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut thotë, nuk ka rëndësi privimi I lirisë duke të futur në një biruc brenda, apo në shtëpi, apo në një spital psikiatrik. Ka rëndësi edhe rasti kur një institucion të detyron të bësh një veprim kur nuk është në dëshirën tënde. Pra, edhe detyrimi I paraqitjes, flas në raport me Gjykatën Europiane, nuk flas në raport me lavazhier që dikur thonin që mirë Sali Berisha në burg, mirë Ilir Meta në burg, dhe tani që ja futën Erionin në burg, tani dhe kanë thonë, jo tani s'ka, duhet të përmirësohet kjo praktikë është e keqe dhe kështu. Tani u kujtuan këta që kjo praktikë është e keqe. Po gjithsesi, flasim për në aspektin procedurial. Pra, në rast se ky magjistrati futi Sajmir Tahirin në burg duke bërë magjistrati I egër, serioz, s'pranon ai të bëj padrejtësira, edhe në të njëjtën kohë, ke Metën dhe të tjerë në burg, edhe nesër të del Erion Velia nga burgu, pastaj, unë nuk dua të më thoni pse thua më plepat 2, se unë pikrisht do të them kanë ardhur plepat 4 dhe s'keni kuptuar akoma treshi ku është. Pra shanset janë në gjykimin tuaj që nesër nuk ka ndryshim të masës sigurisë. Po më dha se nesër unë dhe ti shkojmë, bëjmë korrupsion pasiv nga mjesit deri në darkë dhe kërkojmë që të na hetojë dhe të na gjykojë gjyqtari me fjalë emër mbi emër që ka. A kupton? Pra nuk mundet të punosh me 2 standarde sepse është një linjë e drejt për drejt e Partisë Socialiste. Çfarë na tha zoti Rama? A na tha zoti Rama që nuk do të punojmë me 2 standarde? Pra, derisa Ilir Meta me të njëjtat akuza është brenda, edhe Velia I brenda. Se kuptoj, sepse duhet të kemi 2 standarde. Pra, nesër ai do të jetë brenda. As bëhet fjalë që do jetë brenda. Sepse duhet kemi parasysh
që nuk mundet ta përdorim drejtësinë aty në ato momente kur na intereson kundërshtari që kalbet në burg, kur na vjen radha ne, them tani prit se duhet të rishikojmë procedurën që si arrestojnë njerëzit dhe si futen në burg. Pra, duhet të vi flak aty, fillosh ti të digjesh që në pushtet, atëherë të kuptosh çfarë flake ka qytetarin e thjesht që për një cigare dhe për një aksident kalbet në burg. Që vendet të tjera një aksident, një konsumim alkooli, haj një gjobë aty, edhe nuk e shikojnë burgun. Tu i kemi bë, pin, je i alkoolizuar, futesh në burg se e bën biznesmeni me një sekser, që nuk e ka emrin avokat, sekserët kryesisht e bën biznes. Avokat disfavor të drejtësisë. Kush e ka rrallën pas Veliaj? Opozita shumë emra ka akuzuar, në media janë akuar po emra të tjerë nga kryetar bashkie, ne jemi ministra. Kryetar bashkie normalisht që SPAK-u duhet të punoj fort dhe unë jam i bindur që në këtë aspekt duhet punoj fort. Sepse duke pasur një problem të brendshëm në Partinë Socialiste dhe me lënë në fuqi të masës së parë për Erion Velin, sigurisht Ramësi duhet një viktim e radhës, që normalisht mund mos jetë viktim, por është i proceduar. Dhe nuk do të shkoj pra nga Erion Velia lart, po më besoj se do jetë në të njëjtën linjë. Kryetar bashkie. Prit arrestimi i Benet Becit. Beci po hetohet për ngjarje të rënda. Bashkërisht me Becin po hetohen edhe zyrtarë të Bashkisë së Shkodrës. Por pas masës së dhënë për Erion Velin, duhet vendoset edhe ky standard, sepse duhet të kalojë mesazhi që të gjithë kryetarët e bashkisë duhet të kalojnë në burg. Pse duhet të kalojnë në burg? Sepse do dali Erion Velin duke bërë deklarata dhe duke thënë që shikoni Benet Becin e mbani jashtë, sepse është i atachuar pranë Ramës dhe unë jam brenda. Dhe SPAK-u do ta përdori pjesën e tij procedurale dhe penale sa i përket procedimit penal, pse? Që të tregojë një mesazh të qartë ndaj të tjerëve që kush bën foto me funksionar të SPAK-ut nuk është se përcjell mbrojtje dhe imunitet, përkundrazi përcjell arrestim, sepse nuk mund të përcillet një mesazh i një foto që është kapur Benet Beci dhe Arben Kraja në një restorant në Shkodër, edhe nga ana tjetër SPAK-u heton Benet Becin. Sepse nesër do të dali dhe dikush tjetër dhe thotë, pse po e mbroni Benet Becin ku ndërkohë kemi brenda në burg të fortin e Tiranës Erion Velin? Pse nuk po procedoni dhe me Benet Becin sepse brenda burgut kemi Erion Velin? Pra, janë pikpyetje enigmatike që normalisht do të japi një përgjigje SPAK-u. Arrestimi i Benet Becit nuk është thjesht një rrugëzidhje e shpejt procedurale për të mbuluar gropat e gabimeve profesionale, por është një mesazh i qartë që foto me funksionar të SPAK-ut nuk mund të bëjnë personat të cilët hetohen nga SPAK-u, se ekziston konflikti interesit. Dhe normalisht prokurori i dosjes që është për Benet Becin, për Bashkinë e Shkodrës, për funksionarë të tjerë të Bashkisë së Shkodrës, por edhe të institucioneve të tjera që janë edhe punojnë në Bashkinë e Shkodrës, duket qartazi që SPAK-u do të shkojë të godasi dhe goditja e SPAK-ut do të jetë e menjëhershme, që mesazhi dhe konflikti i brendshëm që do të ekzistojë pas masës sigurisë për Erion Velis duhet të jetë i menjëhershëm.
Avokat, po me drejtësinë, çfarë po ndodh këto 2 muajt e parë të këtij viti pas ndryshimeve në Amerikë? Kush po i zëvendëson amerikanët në SPAK, së pari dhe së dyti, çfarë po ndodh edhe me përgjimin e gjykatës kushtetuese? Shiko, për sa i përket amerikanëve, kanë ardhur sherifat në qytet, jo sherifi, po unë them sherifat. Normalisht të gjithë ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndodhen në vendet respektive nuk drejtohen më nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por drejtohen nga linja Trump. Në këte 4 vjeçar, ne nuk do të shikojmë pozicionet të sekretarëve të shtetit ashtu si ka qenë me administratën Biden. Pra, e gjithë politika amerikane do të jetë në një drejtim ndryshe. Pra, Avokat, se mos ta mbyllin edhe ambasadën këtu, se shumë konsolata po mbyllen për vendet perëndimore. Por mos prek edhe nivel ambasadash apo? Se besoj të preken Na ambasada. vendosin një ambasadë për Shqipërinë dhe për Kosovën. E di çfarë tregon kjo? Kjo tregon bashkimin në Shqipërisë me Kosovën. Në rast se të kemi këtë rast, normalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kërkojnë që Shqipëria dhe Kosova të bëhen bashkë dhe të bashkohen. Dhe unë e them edhe po e përsëris këtë, një referendum i mundshëm që të zhdukim të gjitha të zërat e nacionalitetit dhe gjitha këto, të vendosim ne si popull, 2 popull që jemi një komb, të vendosim a duam të bëjmë bashkimin ligjor apo do bëjmë bashkimin kombëtar. Bashkimi ligjor do të thotë që ne do të lehtësojmë aspektin ligjor shumë, që do të thotë ashtu siç e kemi po akoma dhe më shumë, dhe në aspektin kombëtar do të thotë që do të kemi një president dhe 2 qeveri respektive brenda vendit dhe do të shpallim sikur të jemi Shtetet e Bashkuar të Ballkanit. Do ishte një ide e bukur të kishim Shqipërinë kryesoren, që të kishte Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, shtete të bashkuar të Ballkanit. Por kush nga fuqitë e mëdha do të pranonte këtë skenar? I cili skenar Trumpi nuk asnjë s'do i thonte jo Trumpit. Nuk besoj që do i diti përballë. Qofse do i shkonte në Francë ose do mbështeste. Gjermania dhe Franca jam i bindur që do i dilte. Por unë jam i mendimit në rast se Bashkimi Evropian dhe Amerika këtë 4 vjeçar nuk gjen rrugën e përbashkët, unë jam i mendimit që duhet të shkojmë drejt një referendumi popullor midis Shqipërisë dhe Kosovës për një bashkim të mundshëm me një president dhe 2 qeveri. Ose presidenti po bëhet gati. Edhe s'do bëhet edhe deputet. Dhe përveç krijohet. Urdhro? Po krijohet pazulli. Po. Dhe mendoj që në rast se shkojmë në skenarin tjetër, në një president me Shteteve të Bashkuar të Ballkanit, nuk e di kush fuqi do jetë ajo që do ndërhyjë, që do të bëj o prishjen e pazarit, o rregullimin e pazarit dhe vazhdimësim dhe mbështetjen, sepse duhet të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara nëpërmjet NATO-s dhe shtetet e fuqishme kanë dhënë shumë para për sa i përket mbrojtjes tonë dhe normalisht ne duhet jemi dhe realist, mjaft qyli dhe vjen momenti që do të paguash faturën dhe faturën që do të paguajmë, do të paguajmë ne qytetarët shqiptar, bashkërisht edhe me të tjerë, sepse NATO ose më mirë asistenca amerikane është diçka që ne na jep mbrojtje. Prandaj unë mendoj këto 2 janë skenaret. Një president dhe 2 qeveri ose ndërtimin e Shteteve të Bashkuar të Ballkanit me mbështetjen e fuqive të mëdha. Avokat, për të rikthyer tek SPAK-u, kush po i zëvendëson amerikanët, është folur për britanikët, por jo vetëm. Gjithashtu edhe atë që ndodhi në gjykatën kushtetuese që duket se kur është tejkaluar, çudia më e madhe edhe këtu 3 ditë. Zjati dhe njëra ngjarje zuri tjetrën. E kupton diçka që do ta lidh përsëri me rastin që folëm edhe duhet ta lidhim se shumë serioze. Pra,
në njëra anë të përgjohen antar të gjykatës kushtetuese që janë në konflikt në kuptimin ligjor me SPAK-un, se po gjykonin një rast të një person që është panderur nga SPAK-u, dhe ata ishin të përgjuar. Nga ana tjetër ke Benet Becin me Arben Krajën që takohen me njëri tjetrin dhe nuk janë të përgjuar deri në këto kushte që flasin. Unë po të them që ka përgjime ambientale për të gjithë, po bëjmë sikur nuk e themi, ta mbajmë si sekret. Antarët e gjykatës kushtetuese. Për të gjithë antarët e gjykatës kushtetuese dhe për foton Benet Beci dhe Arben Kraja. Mbaj mend nga mua që 2 prokurorë të SPAK-ut do japin dorëheqjen ose do arrestohen. Mbaj mend këto 2 gjëra. Përgjimi e antarëve të gjykatës kushtetuese dhe foto Benet Beci Arben Kraja. Nuk do të jetë një rekomandim apo një asistencë e ndërkombëtarëve, por do të jetë një luftë e brendshme brenda SPAK-ut për mbizotrimin ose më mirë për qëshmëria për drejtuesin e ri të SPAK-ut që duhet të filloj procedura në shtator me mbarimin në dhjetor. Janë të gjithë në dhjetë, është vit zgjedhor. Është vit zgjedhor, është vit i cili do të bëjë rrëmujat më të mëdha të paimagjinueshme. Edhe PKK-ja në Moskavë është në zgjedhje. Edhe ky organizëm brenda SPAK-ut është në zgjedhje, normalisht që do të kemi jo vetëm arrestime për të justifikuar shifrat që themi, por do të ketë patjetër goditje. Pse? Se përgjimi në gjykatën kushtetuese, një vendim i cili po zbardhet me zor, dhe një foto që trondit skenën politike dhe nuk flet askush pse Benet Beci me Arben Krajën në një lokal është i paimagjinueshme sepse je në konflikt interesi. Okej, ta ka stisur kryetari i bashkisë, por ti dije me kë po shkoje të takoje. Me kryetarin e bashkisë që aktualisht me informacionet që kemi në publik është nën hetim. Dhe ti si prokuror shkon edhe bën takim me Benet Becin që është në hetim dhe në të njëjtën kohë arreston Erion Velin e fut në burg dhe Benet Becin e mbani akoma jashtë, është pyetje logjike që e thën njerëzit, nuk ka nevojë të bësh në shpikje. Pse ky standard, se të ngrehen militantët e Erion Velis dhe të thënë, pse ky standard i dyfisht midis Erion Velis dhe Benet Becit? Pse duhet të ndodhi kjo gjë? Prandaj, nuk kemi të bëjmë me goditje lart direkt, do të bëjmë goditje të poshtë dhe gradualisht duke vajtur lart, sepse përgjimi në gjykatën kushtetuese është i rëndë, por foto Benet Beci dhe Arben Krajës është akoma më i rëndë për një drejtësi e pavarur dhe e paanshme. Avokat, për përgjimet, keni indicie apo informacion çfarë mund të jetë zbuluar, çfarë mund të jetë kapur apo? Përgjimi është për një vendimarrje që gjykata kushtetuese në arsyetimin të jetë pak konfuze. Pra, kur prokurori të marri një vendimarrje për të bërë një kërkesë për të arrestoj një person që vendosi mas sigurie ndaj tij arrest në burg, prokurori mund të mos ketë mundësinë dhe aftësinë të kuptojë çfarë po shkruan nga arsyetimi gjykata, sepse nuk është e logjikshme arsyetimi. Se ka raste që ja kanë marrë libra e shtetit, i kanë përkthyer këty edhe ti kanë vendosur në vendim dhe ti kur e lexon thua tani shqip flasin këta apo anglisht, as kuptoj. Ka ndodhur këto raste, jemi realist. Unë mendoj që këtu është e gjitha problemi për sa i përket të arsyetimit të vendimit. Por unë kam një mesazh të qartë
që më ka ardhur dhe po ta them ty. Janë përgjuar gjatë gjithë kësaj kohe 140 deputet të Parlamentit Shqiptar, 10 kryetar bashkie, bashkitë më të mëdha në vend, nga veriu në jug, bashkarisht janë kapur në përgjim 2 prokurorë të SPAK-ut, duke folur me nënvizime, është e rëndë, për e pabesueshme, po kur të plasim, mos më merr në telefon. Dhe SPAK-u pas datës 12 mars do të bëj lëvizje që të japi mesazhin që ne po lëvizim edhe po bëjmë aksione. Sigurisht në opinionin publik do duken aksione. Pavarësisht çfarë mund të them unë si avokat, që e dihet qëndrimi im për SPAK-un dhe për drejtësinë në total. Por do të kemi goditje. Pse do të kemi goditje? Se mesazhi është i qartë. Ne nuk shkojmë paralel me politikën. Politika është gjë tjetër, ne respektojmë kushtetutën dhe shkojmë drejt detyrës tonë, punës tonë. Kjo është një lëvizje që SPAK-u do ta bëjë që të largojë i dyshimet që kanë analista apo opinioni publik në krahasim me veprimtarinë e SPAK-ut. Pra, në këto zgjedhje dhe pas këtyre zgjedhjeve do të shikoni një SPAK i cili do të ketë lëvizur kaq shumë që të marrë përqyeshmërinë e një opinioni të gjerë publik. Po ku do i shkojnë votat? E 80% që mbështet SPAK-un. Sigurisht votat nuk do të arrestimet nuk përkthehen dhe nuk konvertohen me vota. Sepse ke shumë të Partisë Socialiste që kur bën procedurën ndaj Berishës u kënaqën. Ke shumë të Berishës që u bën ndaj Veliajt arrestim u kënaqën. Por ne si popull nuk e bëjmë ndryshimin me votën në raport me drejtësinë. Mund të kërkojmë si popull drejtësinë, por kur vjen momenti e votimit, ne nuk bëjmë atë e radikalizmin. Për shembull, duhet flaka të na vinë në shtëpi, duhet të hapim frigoriferin dhe ta kemi bosh, që të themi dhe të kujtohemi që politika e Partisë Socialiste që ka qeverisur këtu e 12 vjet na ka shkatruar familjen. Atëre përkthehet me vot revolta e qytetarëve shqiptar. Atëre shqiptari shkon edhe thot tani unë do bëm burr i shtëpisë. Por burri i shtëpisë me burgaxhi nuk e bën, sepse shqiptari e ka shumë të lehtë. E mo ka bole ky do ta zgjidhi, do paguaj aty brenda dhe kështu me radhë. Pra këto lëvizjet e SPAK-ut nuk japin përgjigje në raport me votat. Japin përgjigje në raport me akumulimin ose më mirë me shpërthimin mendor që kanë shqiptarët ndaj klasës politike. Por ajo nuk konvertohet me votë. Pra, unë gëzohem për shembull që Erion Velia është në burg, supozojmë. Amaroj, ky person është gëzuar për këtë fakt. Por ky fakt nuk përkthehet që unë do shkoj të votoj partinë tjetër që është kundërshtare me Erion Velin ose një parti të re. Nuk konvertohet dhe nuk përkthehet, sepse elektorati jon nuk punon me shpërthim të përgjithshëm emocional. Elektorati jon shpërthen kur flaka i shkon në shtëpi dhe kur buk nuk ka t'i dhe fëmijëve, jo për gjë tjetër. Pra, ne jemi një elektorat që jeton në luksin e varfërisë, por kur varfëria ka çuar gjendjen aty ku nuk mbab më, atëherë ne zgjohemi nga gjumi dhe themi sa tradhtar që pas ka qenë partia e punës, Partia Socialiste. Dhe në fund fare, dhe kjo është e pa imagjinueshme përsëri për varfërinë që qeverisë PS-ja 12 vite me tendre, me gjithë këto gjëra, fajin e Kasaliun. E kuptove ku jemi? Po. Avokat,
Më jepni edhe një koment për listat. Kanë qarkulluar këto ditë disa lista, po bëjmë një analizë mbi njërë nga listat që ka qarkulluar. Aliancën madhështore për Shqipërinë, si është? Okej, atëherë përpara listat e PS-s apo ta mbyllim me PD-n, si mendoni? Po unë PS tani më shumë se janë folë për PS-s, besoj të ketë folë edhe ata PD-s për PS-n. Jepni vetëm një koment shkurtër për këtë të PS-s, një listë edhe e mbyllim me PD-n. Në Tiranë, Rama ka vendosur deputetët, thjesht është mediatike kjo gjë, sigurisht që do të kemi figura të reja dhe Rama gjithmonë në këshillin e ministrave ka vendosur njerëz të rinj. Po është folur për një listë, është Rama i pari, po ai e përmbysi sot historinë që tha e lat hapu që mund të kandidojë apo jo. Pastaj Ogerta Manastiliu, po Ogerta e ka mandatin bashkë me Elisën. Ndërkohë që pastaj vjen Ervin Hoxhaj, Adea Pirteni, ministrja, Lindita Nikolla, Olta Xhaçka, por këto, domethënë, deputetët gra, Olta do jetë apo do jetë në parabulgim, apo do jetë në masiguri ndaj saj? Sepse bashortit e ka sekuestruar pronën. Këtu thonë që do jetë në listën që po qarkullon. Albana Koçiu, Iki Hasani, Gonxhe, Braçe, Gjonaj, Xhafaj, Felaj, tjetër. Është edhe mes emrave është edhe Helena Kaçe, pra pasardhësja e kryeministrit pas shumë vitesh, edhe Zerina Bruci. Tallu, kryeministre, unë dhe ti ikim për azilja shtetit. Tani, ku është Bushka? Nuk duket Bushka. Jo, këtu nuk është, te kjo listë që po qarkullon, një nga listat, nuk është. Ta shkekat të Edi Ramës të gjithë. Ta janë të Edi Ramës të gjithë. Pra, po aludoni që një pjesë tjetër që mund vinte nga bashkia, deputet nuk janë. Nuk do jenë. Jo. Po Toni është, për shembull, Toni Gogu. Tani flet për njeri që është ka leadershipin brenda vetes apo pavarësinë e vet, apo është që un jam fetar, po s'ka gjë le të bën edhe vjedhje dhe përdhunime në Shqipëri. Nuk shkon kjo gjë. Edhe ti më thua mua që të lutem shumë, të lutem. Megjithatë kjo listë nuk besoj që do jetë, nuk besoj që do jetë e fundit kjo, nuk besoj që do jetë kjo. Mund të kemi shumë përmbysje deri të dikur. Por nga këto lista që unë shikoj, pra nga kjo listë që ti ke këtu dhe unë jam i bindur, këtu qartazi duken që të gjithë këta janë të Edi Ramës, nuk ka asnjë nga Erion Velie, pavarësisht se mund të jetë Fatmir Xhafaj, po nuk ka të bëjë kjo gjë, sepse Xhafa ka qenë gjithmonë dhe ka qenë i heshtur. Por duket qartazi që edhe sikur të jetë Xhafa, edhe Pandelim Majko, dihet që kjo listë është e Edi Ramës. Pra, Partia Socialiste zyrtarisht me këtë listë paraprake që ti më tregon mua, ka individ që janë vetëm me Edi Ramën dhe këta individ janë me përzgjedhjen absolute të Edi Ramës. Çdo deklarat publike të Edi Ramës është thjesht për një konsumim publik, por nuk është asgjë tjetër përveç firmës dhe vulës Partisë Socialiste dhe Edi Ramës për të marrë ose për mirë për të shkuar për zgjedhjet e 11 majit. Kjo është, ju thatë është lista e Ramës, po në fire kujtja është lista, është Balluku kryesore, drejtuese e qarkut, Ceno Klosi, Kristo Papa, ministri Pedrit Malaj, më pas deputeti aktuale Antoneta Dhima, Anit Bonati ka qenë ish ministër i infrastrukturës, në mos gaboj, Arian Faso, Ami Kozeli. Edi Rama është. Nuk është Belinda Balluku mund të jetë, po Edi Rama është prapë. Derisa ajo ka mbështetjen e Ramës, Edi Rama quhet përsëri lista. Dhe nuk besoj që po Hameta e ka qenë Edi Rama. Ku është Hameta sot? Jashtë shtetit. Ku është Edi Rama sot? Shqipëri. Mbaroi diskutimin. Lista e Fierit është Rama, nuk është Balluku. Balluku duket. Sepse ka personazhe që kanë qenë pjesë e dikasterëve që ka drejtuar Balluku. Po pra tjetër, shiko, qeveria sot që flasim bashk, është Balluku. Por Rama është kryeministër. Pra, pa lejen e Ramës, Balluku nuk bën asgjë. Pse ti mendon se Balluku shkon në Këshillin e Ministrave dhe thotë vendosa kështu unë, ja ta vendosja ashtu Balluku. Vjen Rama i thotë, anullojnë të gjitha veprimet.
kush jeti të vendosur kur unë jam kryeministër? Pra, e gjitha lista, të gjitha njerëzit që janë përzgjedhur në listë, le të jenë në dikasterin e Ballukut, sigurisht që janë të Edi Ramës. Edi Rama nuk të vendos edhe roje edhe pastrus në një institucion, pa e ditur ai kush je ti, pa miratimin e ti. Mos e besoni përshët. Shkojmë në Korçë ku Peleshi Edhe Managozi që të bëj derën ty të shtëpia, Rama don ta di kush është edhe nga vjet. Ti më thonë mua për listën e... Kjo është lista Edi Rama. Në Korçë kemi Peleshin, Zake, Pendavinji, Topi, Bledi Çomo, Arjan Jaullari, Besa Spaho, Nertil Jole, ky është prefekti, dhe Anastasia Zaimi. Anastasia është vajza e re që ishte pjesë e kuvendit rinor që spikati me një nga fjalimi që u bën virale, nëse u kujtohet. Por kjo listë duket se ka një ndryshim madh nga ajo që është aktualja. Po përsëri, Edi Rama është edhe aty. Pse? Derisa më thuar këtë videon ti mua, Edi Rama është edhe ai. Pra edhe kjo listë Edi Rama është. Në Shkodër ju bën përshtypje emrat Gjejnë Çela, Onit Bejleri, emra të panjohur shumë për publikun. Majlinda Angoni është ish kandidate për bashkim, Enertil Canaj, Ndriçim Sterkaj, Anila Gjuzeri, Besmir Lesha dhe Froggjini. Këtë të fundit Froggjini është deputet aktuale, mos gaboj. Jo, s'duhet të jetë, nuk e besoj. Nuk e besoj, sepse këtë të fundit, më duket se diku në vendin time, diku edhe kam takuar o një person që ka lidhje familjare me te. Nuk e di a vjen nga radhët e Partisë Socialiste, apo është i transferuar nga një parti tjetër në Partinë Socialiste. Këtë nuk e di dhe më i rezerva. Profili i këtyre emrave, jo shumë publik, të ri. Jo shumë, nuk janë publik, as ky i fundit që thatë ju me mbiemrin Gjini, nuk është publik, por dihet qartazi që Partia Socialiste shkon për të ruajtur kuotat e saj, si parti e dytë në Shkodër. Nuk besoj që Partia Socialiste në Shkodër do të jetë parti e parë. Sepse dëgjoj mua, Benet Beci në Shkodër mund të jetë zgjedhur ashtu si u zgjodh, mirë, por është një person i cili është i transferuar socialist. Por në pikpamjen e parë, ai ka qenë demokrat. Mos vao dhe Benet Beci po punon që Partia Socialiste të humbasi në Shkodër dhe të ketë një shkelje syri me PD-n edhe të rikthehet pas shumë vite në PD. Konspiracion i madh. Po nuk e di, shiko, unë të vërtetën them, unë nuk asnjëherë nuk them mashtrim. Dhe unë ato që them publikisht i them dhe nuk i them sepse unë e bëj diçka të skenuar, them sepse manuali i tyre është i tillë që do të thotë Benet Beci, që është drejtuesi politik i Shkodrës, ka qenë djalë i mirë me PD-n, u bë djalë më i mirë me PS-n, dhe pse jo mos të bëhet djalë i mrekullueshëm përsëri me PD-n. Tani Shkodra ka 11 mandate, ju si mendoni që ndahen sot? Shkodra për mua fitohet nga PD-ja. Edhe me përqindje dhe nga mandate. Nuk besoj se Shkodrën e merr PS-ja. E di pse. Te rasti Ramës, shiko, Rama ku shkon dhe kandidon diku, një faktor i rëndësishëm aty. Me peshë elektorale. Është edhe Tom Doshi një faktor me peshë elektorale. Tjetër, Tom Doshi madje do ketë të paktën 3 në Shkodër. I ketë të sigurt në Shkodër, ke Tom Doshin që e ketë të parin si forcë e vogël politike që do ketë 3 mandate në Shkodër. Faktori Tom Doshi në Shkodër është shumë e rëndësishme për Partinë Socialiste edhe për Partinë Demokratike. Sa ai do marrë nga të dy subjektet politike. Dhe përveç se do marrë nga të dy subjektet politike dhe figurat që kanë vendosur Partia Socialiste në këtë listën paraprake, dihet qartazi që PD-ja është e para, e dyta PS-ja dhe e treta Partia Social Demokrate e Tom Doshit.
Po në Vlorë keni këto dyshime për vend e parë me Çuçi në krye, Denaj, Pirovëngu, pra 3 figurat të njohura të Partisë Socialiste, pastaj u zhvendosur Platon Nesturi, prefekti aktual, edhe emra të tjerë si Vasil Dhajo, Vullnet Sinaj, po Vullneti ka deklaruar që nuk do jetë, në mos gaboj. Shiko, në Fier dhe në Vlorë, gjithë kompanit me PPP do të detyrohen nga Balluku të mbështesin PS-n. O vota për PS-n, o të nesme gjoba nga inspektoriatët. Kalojmë në Lezhë. Vlorë besoj se Partia Socialiste është e para. Në Lezhë është Ulci Manja, Ermal Pacaj, Pranvera Skana, Admir Kadeli, Marieta Nela, pra emra të panjohur përveç ministrit të drejtësisë. Të panjohur, pra. Kjo është domethënë programa që mund të jetë në tërësi edhe në listën finale me shumë emra të panjohur. Në Lezhë mendoj se Manja nuk e ka të pastër situatën, sepse Manja ka dhënë shumë premtime, s'ka bërë asgjë. Po është i sigurt. Le të jetë i sigurt, ne flasim në këtë aspekt. Partia Socialiste mund të shkojë e dyta nga gabimet e Manjas. Pra Manja do të jetë ai që do të rrezikojë Partinë Socialiste që të shkojë partia e dytë. Në Elbasan, Mazniku, drejtues politik i qarku, që është i sigurti, sipas logjikës së kryeministrit që deklaroi sot, më pas Elvis Kushi, Bora Muzhaqi, ministrja e re, pra që sipas gjitha shanseve plotson dhe kushti që nuk është deputete dhe mund të jetë ndër emrat e sigurt në këtë listë finale, kanë fjalën. Ermira Urbri, Taulan Palla, përballë. Jetë deputet ky apo do ta ketë arrestuar Paku? Ai ka deklaruar, në mos gaboj, vitin e kaluar në një asamblen Durrës që Balla do jetë në listën e sigurt për shkak se është drejtuesi i diasporës. Pastaj a do ta kenë arrestuar apo do të jetë i lirë? Për Taulan Pallën, se shumë zëra e kenë ndigjuar. Akuzat të Berishës. Më pas vjen Adi Qose, Shkëlqim Bullari, Santila Tahiraj dhe emra të tjerë, por jo të njohur domethënë. Janë të panjohura, por janë të rinë aspektin politik, shumica e tyre. 14 mandate. Si ndahen 14 mandatet në Elbasan? Si ndahen Partia Socialiste e para, Partia Demokratike e dyta. Edhe Partia Social-Demokrate mundet të marrë një mandat. Mundet, do luftoj, po do jetë në betejë pak shumë fort. Do jetë betejë fort aty. Mundet marrë edhe Partia Social-Demokrate. Edhe në Durrës do kemi betejë të fortë, por me emra edhe këtu në krye janë vendosur Luan Zaza, Etleva Budini, Klodiana Spahiu, më pas Klodiana Spahiu është deputete aktuale, Milva Ekonomi, edhe kemi dhe Edmond Stojkun, në mos gaboj është ish deputeti. A është ky që ishte me listat e PD-s atëherë që që ka është drejtoni i partisë transferimit, që thashun nga PD janë PS, nga PS janë PD, edhe ne rrof ndërshmëria. Tani më dëgjoj mua. Kjo lista tregon qartësi fuqizimin e Partisë Socialiste në aspektin e themeleve të Partisë Socialiste. Me këtë listë Rama kërkon të vazhdoj faktorizimi dhe mbajtjen e Partisë Socialiste tradicionale në Durrës. Sepse pas arrestimit të Lefter Kokës, pas arrestimit të këtij ish kryetarit të bashkisë Dako, po pas këtyre ngjarjeve, sigurisht që Partia Socialiste ka probleme të brendshme, se themi realitetin kanë mashtruar pafund qytetarët për shkak të tërmetit. PD-ja, nuk e dim PD-n, por në rast se PD-ja ka një listë më konkurruese, mendoj që PD-ja në Durrës mund të vijë para
dhe PS e dyta. Por, kjo do duket 30 ditë para zgjedhjeve. Surpriza e PD-s në Durrës mund të jetë vetëm Floriana Garo. Kush është qarku tjetër? Atëherë në Kukësin dhe Dibrën, në Kukës lufta pak mandate bëhet dhe sharti i sigurt. Ky meriton mandatin e parë, edhe asnjë mos jetë mbrapa atij, me fjalinë e bukur që ka thënë që asnjëri nuk e mori në konsiderat në seriozitet, tha ne do vjedhim, po jo si këta, po pak më ndryshe. Po këta kanë vjedhur më keq si ata dhe të gjithë të tjerë për 34 vite në Shqipëri. Ky meriton të jetë deputet, sepse ky ka thënë të vërtetën. Flitet që kryeministri dhe strukturat i kanë kërkuar edhe kryetarit aktual bashkisë që të kandidojë për të mbledhur rezervuarin e votave, por ende ndoshta mund të kemi rastin si të Vlorës, të ish kryetarit Leli, që nuk pranoi kandidimin, më pas ndodhi lufta e madhe. Çarja e madhe me kryeministrin dhe largimin. Gjithsesi, kalojmë në Dipër, Klosi dhe Agron Male, kryetari i bashkisë Mati. Këtu futen kryetarët e bashkisë edhe në Berat. Me Ervin Demo, Juliana Memaj, pra kryetarët e bashkive të Urës Vajgurore dhe të Beratit. Por kemi edhe Gjirokastër, po i përfshi bashkë me Gjirokastrën, që është Ermet Peçi. Tani kjo Piro Dhima, a është vërtet ky emër aty? Por nuk është i shpesh ngritësi. A s'është ai? Po besoj që jo. Se e disi, kur e kam lexuar kam thonë, ka i transferim nga djathtas majtës në Greqi, majtës në Shqipëri. Është e të mërshme kjo. Është e të mërshme. Pra këtu në këtë treqarqe futen në lojë kryetarët e bashkive. Ndoshta një vetofrim, një kërkesë për kandiduar ose kërkesë e kryeministrit që të maksimalizojë votat në terren. Po, shiko, Kukës, PD-ja mund të shkruaj parti e parë. Të rikthehemi PD-ja asaj kohe. Dibër besoj që mund të kemi një, edhe aty të shkojmë që PD-ja ta marrim. Berati dhe Gjirokastra, që kanë qenë gjithë jetën e tyre socialist, nuk e di pse vendos kaq maksimumi që mund të ndodhi tek kjo lista e Beratit dhe Gjirokastrës është që PS-ja të jetë e para, por Rama kërkon që çdo vot e socialistëve të shkojnë në kutinë e votimit, që të shkojë tek shifra 1 milion banor. Unë kështu e shikoj. Dhe këta individ që janë kryetar bashkie nuk i shikojnë në listën e sigurt dhe do të shikojnë te lista e hapur. Por duhet të japin dorëheqjen nga posti kryetarit bashkisë apo jo? Po, do të japin dorëheqjen patjetër. Normalisht do të krijohet vakumi dhe do shkojmë edhe në zgjedhje në këto bashki që nuk do kenë kryetar, do shkojmë patjetër që të bëjmë pastaj zgjedhje të parakohshme për kryetar bashkie. Shikoj, kjo është një listë paraprake. Kjo është një listë paraprake që mua nuk më jep surpriza. E di pse nuk më jep surpriza? Sepse Rama në momentin e fundit ke parë që ka bërë lëvizje të papritura dhe figura të cilët edhe ti edhe unë si kemi parë kurrë në jetën tonë. Është e sigurt që kjo listë nuk ka për qenë finale. Nuk është finale kjo listë, as bëhet fjalë. Mos të them që disa nga këta do të shikojnë veten te lista e hapur. Unë mendoj se Fatmir Xhafa do jetë në listën e hapur. Po kryetari i komisionit për reformimin e... Nuk na intereson emri i tij, na intereson komisioni. Se emri vjen... Ta drejtoj ai më pas nëse s'është deputet? Po del pension ai, vjen një emër tjetër, pse ti duhet të jetë do e mos ai, kush e përcakton kryetarin e komisionit? Gjithë komisionet që janë bërë në këtë legjislaturë, në legjislaturën tjetër ndryshojnë, renditja, pse çdo antar i komisionit që ka qenë dhe s'është më deputet, çfarë detyrimisht duhet shkojë të bëhet antar komisioni dhe duke mos qenë deputet, s'lejohet. Prandaj Xhafov vendos thjesht sa për të bërë procedurën, që mos kemi ndonjë, do të thënë, një reagim nga ambasada së kohë amerikane.
Por unë mendoj që gjava do t'janë në listën e jo të sigurt, dhe ata të cilët janë grupe Erion Velis, po të pa shfaqur, pra të pa deklaruar publikisht, Rama do t'i vendosi 2-3 kokëra tek lista e hapur, por normalisht duke u bindur që ata nuk do të fitojnë dhe nuk do të ketë problem Rama në një rast të aksidenti që PS-ja të jetë në opozit. Pra, Rama nuk po bën listën për të pasur të lashe në rast se nuk është kryeministër i vendit. Rama bën listën për të parcelizuar, privatizuar Partinë Socialiste deri në 2035. Ramës nuk intereson a do jetë kryeministër, se Rama edhe të jetë kryeministër pas zgjedhjeve të 2025-s, Rama është e sigurt që do të jetë me të lashë me drejtësinë, se duam ne dikush i cili është brenda ose në mënyrë të drejtë ose për të padrejtë, do të marri ahmarrjen e tij ndaj Ramës dhe do të thotë gjëra të cilët ne nuk i dimë. Do kemi njerëz të dëshmitar apo bashkëpunëtor të drejtësisë që në fund fare futen në gremin, thënë jo vetëm, po të paktën të marrë të tjerë përveç se ka marrë në qafë familjen time. Është si ajo pjesa e gropës. Do gropën tjetrit, futesh edhe ti. Sa ai tjetri thot hajde edhe ti me mua, tani se bashkë kemi bërë gropën. Pra është formë e bashkëpunimit. Avokat, koalicioni madhështor, Shqipëria madhështore me Sali Berishën në krye, me pas, me shumë vagon, me styre, Selamia Nisheri, Kujtim Gjuzi, por edhe shumë emra të tjerë, 26 parti. Të jesh kryetar partie të kesh vullën. Thjesht them vetëm për vullën. Të jesh kryetar partie të kesh vetëm vullën. Dhe të dalësh publikisht dhe të thuash që kam 25.000, 30.000, kur ti në zgjedhje më parë ke pas 30 vota, 40 vota, 2.000 vota, e të ma përkthesh si kur ti ke 70.000 vota, duke më dalë publikisht edhe duke marrë vende dhe karrike, të cilët nuk janë për ty, sepse ti e provuar, i e parë që nuk mund të jesh kryetar i një partie që nuk jep normalisht atë që duhet të japi, alternativën e duhur. Dhe unë mbaj rezervat e mia përsa i përket aleancës për Shqipërinë madhështore. Pra, disa vota më shumë kanë rrëzuar frymën që mund të ngrinte ky koalicion. Po normale, ka ulje, shiko, Rama vendos njerëz të panjohur. Berisha bë gabim fatal që vendos njerëz të njohur. Pra, i kemi parë dhe janë provuar ndonjëherë. Berisha nuk është hapur, Berisha, të jemi realist, nuk është hapur në shoqërinë tonë. Berisha është brenda kupolës së tij, Partisë Demokratike. Unë jam i bindur që Rama kishte edhe ka mundësinë të hape edhe më shumë. Rama, në datën 12 do shikosh listat që do jetë të hapura shumë më shumë se sa Sali Berisha. Sali Berishën do shikosh i konservuar në një aspekt dhe jo i hapur dhe demokrat ashtu siç e ka emrin. Ka diferencë. Por jeni sheri me Gjuzin i shpallën sfidë që na fut në listat sigurta. Jeni sheri me konkretisht edhe do jap 3 mandate nëse je mirë. Nëse këta individ futen në listën e sigurt, do të thotë që unë do të mendoj 3.000 herë a do të votoj PD-n apo jo. E kupton, 3.000 herë do mendoj derisa të vinë zgjedhjet a do votoj apo jo. Që unë kam deklaruar publikisht që PD-n s'e kam votuar asnjëherë. Dhe në rast se këta kanë bërë këtë aleancë, unë do të mendoj përsëri a do të votoj Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, partinë të tjera politike, PSD-n, unë po e mendoj, këtë do votoj, sepse në rast se unë shikoj, PS-ja është keq, PD është akoma më keq, tani më fal, unë nuk mund të prish votën time sepse duhet të bëjmë rotacionin politik. Rotacion politik e ka subjekti i cili duhet të hapet. Subjekt që duhet të hapet dhe jo të hapet me gabimet fatale të degjes së mandateve. Individ që ka marrë pjesë në djegjen e mandateve dhe kanë përfituar në kurrizin ton, është e papranueshme. Kur nuk do t'i merrja në listë
Më mirë se kisha 5 subjekte politike në një aleancë, se sa të kisha individ që ka marrë pjesë në djegjen e mandateve duke bërë ligje bashkë me Ramën në atë kohë. Është e papranueshme kjo gjë. Nuk e pranoj si fakt. Nuk e pranoj që mua të tallet, jo Sali Berisha, po të tallet çdo politikan duke na thonë kjo është marrëveshje, s'kemi çfarë të bëjmë. Zotri, disa parti nuk të nevojiten për shkak se nuk kanë elektorat, më vlla. Nuk kanë elektorat. Partia e pensionistëve, vend të ishte partia që të kishte 70.000, 100.000 pensionistë, nga 700.000 ose 600.000 sa janë, 100.000 t'i kishte, më të sigurt t'i kishte aty. Nuk i ka më zotri. Pse duan të tallen këta me ne, më? E na thonë, pse flasim ne kundër atyre që kemi kundër atyre? Jo zotri, nuk është kështu e vërteta. Politika, përveç se ka fjalin, ka dhe shifrat. Shifrat nuk gabojnë. Dhe shifrat janë të kutia votimit. Shifra me deklarime publike janë mashtrime. Pra, bën ky një deklarat publike që të bën video, klikime sa të duash, por nuk bëhet kështu politika, zotëri. Politika nuk bëhet duke përcjell të shkuar si të ardhme. Politikanët aso partit që nuk kanë pasur dhe nuk kanë votues, kanë vetëm kryetarin dhe vullën e tyre, e nuk marrin pjesë në koalicion. Se dëmtohet koalicioni. Loja po, se ka 100.000 votues, se ka pas një histori të caktuar. PDU, po. Partia të drejtave të njerëzit, po. Partia e këtyre të tjerëve, si quhen këto bindja, kjo partia e republikanëve. Po, se këta kanë vite dhe kanë një prezencë. Partia agroambientaliste ka një prezencë në elektorat, merr 20.000, 30.000 vota në zgjedhjet lokale. Pra ka një prezencë, ka antar këshillit bashkiak. Po jo parti që të cilët nuk e dina a kanë zyra apo nuk kanë zyra, apo nuk e dina kanë qëndrueshmëri në jetën politike apo jo, sepse nuk kanë struktura. Si do të shkoj unë të votoj dikë që e di që unë po votova, ky person do përfitoj për të veten e tij. Dhe madje disa kryetar partie në total që marrin pjesë në zgjedhjet lokale e kanë bërë partin biznes, presin ato cop lekët që jep KQZ-ja. Dhe nuk dalin në zgjedhjet parlamentare dhe dalin vetëm në zgjedhjet lokale të bëjnë biznes. Se ke kryetar partie që ke të papunë, dhe puna e tyre zyrtare është të marrë qyr lekë me KQZ-ja. A do pastrohet ky fenomen apo nuk do pastrohet? Apo do të kërkojmë ne koalicion për të bërë maksimalizimin e votës si justifikim dhe nga ana tjetër mbush xhepi me para nga KQZ-ja. Pse kemi bërë koalicion me një parti të madhe? Pra biznes. Nuk quhet politik kjo aleancë për mua. Kjo aleancë për mua quhet një aleancë e dobët, ishi partitë që thash që ishin okay, po partitë të tjera që kanë vetëm vullën dhe dyshohet a ekziston kryetari apo jo, ato nuk quhen parti. Se partia duhet të ketë struktura, duhet të ketë program, duhet të ketë këshill kombëtar, duhet të ketë kryesi, duhet të ketë kongres, duhet këto të jenë publike dhe nuk është partia subjekt privat. Edhe të jesh subjekt privat përsëri transparenca është gjëja kryesore sipas ligjit. Çfarë madhështore, madhështia nga gabimet fatale. Nuk e prisja këtë gjë nga Sali Berisha unë. Kur nuk e prisja? Kam dalë pro goditje së ashpër nga partia që komandon drejtësinë dhe ti njerëz që të kanë thënë me babin e Zenit nuk ka marrëveshje, ti ma vendos të parë në Fier. Po çfarë janë këto që më thua? Avokat, të falenderoj shumë. Deri ditën e mërkurë presim shumë zhvillime, duke fituar nga nesër me masat e sigurisë, me gjyqin, por edhe të mërkurë në mbrëmje që ashtu do ndodh edhe këtë vit, sipas gjitha gjasave, në orën 12 do i dorëzojmë partitë, pavarësisht shpremtimeve, viteve në para që do i dorëzojmë një muaj para, por ora 12
ka rrezik që edhe unë me ty në orën 24:30 do të jemi secili nga shtëpia e tij dhe do rrim aty tek ekrani dhe do komentojmë çdo listë nga inati i tyre. Me emrat dhe mbiemrat e secilit. me shumë kënaqësi. Avokat, të falenderoj shumë. Unë për ftesën.